Kemi mbërritur në rubrikën tonë të përjavshme dhe shumë të dashur bëje vetë me Stella. Mirë se erdhe Stella Nikola. Mirë se u gjeta. Dhe para se të fillojmë rubrikën, do konsultojmë pak me njëra tjetër. Se kemi marrë livandos, është sezoni livandos, të cilën e përdorim si çaj, si aromatizues, por edhe si një sprej për fytyrën. Për fytyrën, për flokët rozmarina gjithashtu, petalet e trëndafilit, karafili, vetëm kështu gjëra me aromë. Unë i mendoj që ka atë aromën që s'ka nevoj për parfume për gjëra tjera. Jemi perfekt me këto që kemi, që na dhuron natyra. Pra, si që e kuptuat, do të përgatisim disa spërkatës fytyre, të cilat jo vetëm do të na hidratojnë fytyrën, do të na e freskojnë atë, do të na lënë një aromë fantastike. Lulesh, unë do thosha jo vetëm për fytyrën, po dhe për flokët. Kështu që një rrugë e dy punë. Një rrugë e dy punë. Me ato që ne përmendëm, pra me bimët që përmendëm, me livandën. E nisëm me livandën se e kemi të freskët sa po mbledhur. Më vjen keq kështu ta prek tani, ta prish këtë tufën e bukur, por që ne kemi marrë disa kontenitor dhe kemi dhe më kollaj për të i përdorur si për fytyrën dhe për flokët dhe na duhet livando, rozmarina, lëngu i rozmarinës dhe këto petalet e trëndafilit. Ne kemi vendosur rozmarinën në ujë të ngrohtë që të precipitoj dhe tani me anë të një kullese e hedhim pak te kjo kupa. Që të marrim vetëm pjesën e lëngut, të ujit të rozmarinës. Okej, s'po hedhim shumë. Kështu si që kemi. Du ta hedhim në një nga këto kontenitorët, po më përpara do hedhim këtë degën e livandos. Vendos dhe një tjetër, se duket më bukur. Do bëjmë edhe kështu, të jetë edhe artistike. Po, edhe duket edhe bukur. Edhe kur e mbajmë atje të çanta jonë pastaj. Petalet do t'i hedhim kësaj? Do t'i hedhim petalet e trëndafilit, ja ku i kemi. I kemi petalet të thata nga i damasku. Kështu si që janë edhe me këto bishtat e vegjël, sepse është nuk e nxehtë ndoshta. E nxehtë, ja. Shife, sa bukur duket kështu. I adhuroj këto. Do të përdorim një hink të tillë, që t'i shtojmë edhe. Okej. T'i shtojmë ujin e atëherë hedhim dhe pak që ta mbushim. Të treja bashkë, pra rozmarin. Sa më pëlqen që je kaq praktike, Onike. Edhe, opa, shumë. S'ka problem, nuk ka problem. Po kjo është një gjë shumë e bukur. Sa bukur që doli. Edhe sa e cilësova që je shumë praktike. Uj brënda ka livando edhe atëre, ka livando, petale trëndafili. Që këtë fytyra, ja kështu. Me kënaqësi. E të flokët. Oh my god. Ky është spray, apo spërkatës si më mirë, që tani po do të bjerë dhe make-upi, po të ty e provova se ke vënë më pak. Nuk, e ndjen aromën që është përhapur? Unë ndjen aromën dhe jam kështu tani, e mbushur sikur jam në një fush me livando dhe rozmarin, por që kjo ka dhe një të mirë. Nuk është se ta heq make-upin, se gjithë mendojnë, kur përdorin këto si freskus, mendojnë që o do mbije make-upin. Nuk bije make-upin, sepse është shumë pak edhe kjo përdoret si tip edhe kur përdor ti që bën atë make-upin. Fiksues make-upi. Kështu që ne kemi këtë. Unë nuk e di kush do ta marrë në shtëpi këtë tani, se ne do zihemi. Iko e para. Një tjetër provë? Po, tani. Kemi tjetër? Po, sigurisht që kemi. Kemi orizin edhe karafilin. Tani, orizin ne kemi shplar një 2-3 herë, kemi derdhur atë ujin e fillimit, edhe pa unë bërkoj edhim këtu të kjo kupa që ka ujë të ngrohtë. Ja, unë të marrë një 2 letra se e derdhëm kupën. Shiko si precipitoj, orizi direkt e lëshoj atë lëngun e bardhë, dhe kështu si që kemi Niki, një tonik i mrekullueshëm për fytyrën, ky ujë orizit. Do përdorim. Një tjetër... Po marrë këtë se ka spray. Atëre, do hedhim lëngun e orizit. Nuk ishte nevojë as ta zjenim. Kujdes. Ja morëm dorën tani. Një kaq. Okej. Dhe këtu do hedhim 6 kokra karafili në këtë kontenitor. Në qoftë se ne kemi më të madhe, sigurisht që do hedhim më shumë.
Këto do t'i vendosim në frigorifer se ujnë e kemi të ngrohtë, do t'i vendosim që të freskojnë, që siç thash, përveç se të na ushqejnë fytyrën flokun, edhe të na e hidratojnë edhe freskojnë mbi të gjitha. Shikoj sa e bukur duket dhe kjo. Përkatësa që gjenden kudo. Edhe këtë e mbajmë në çantë, është e vogël. Edhe Dhe e direkt përdorim. Super. Tani, ndoshta nuk është ai rezultati direkt, sepse është me ujë të ngrohtë, po do t'i vendosim në frigorifer. Sigurisht që ajo të qëndroj pak më tepër do precipitoj si karafili edhe lëngu i orizit. Dhe kemi dhe një recetë të thjesht fare, pa lëngun e orizit, thjesht me ujë, edhim direkt te ky kontenitori. Ujë me karafil që është dhe një anti-inflamator për fytyrat të cilat kanë akne, për fytyrat me puçra. Spërkaten një herë pas here dhe puçrat do të qetësohen sepse duke qenë se vepron si anti-inflamator karafili e ndihmon që ato të mos infektohen. Tani këtu do hedhim më shumë karafil. Nuk është se ka nevojë për numër. Hidhni mjaftueshëm që të precipitoj edhe të marrë atë aromën. E tundim pak që të lëshohet më mirë dhe aroma. Edhe kjo është shumë e thjesht, ujë me karafil. Jeni për disa orë të tëra, mund t'i vendosim një degës ndoshta dhe livando për ta theksuar dhe aromën, si të doni ju, por e rëndësishme është ideja që vlen më shumë. Ja, po e bëjmë të bukur kështu. Spërkatës, hidratues për fytyrën. Këta të tre për fytyrën dhe për flokët. Pra, mos harroni mund t'i përdorni edhe tek flokës, do mos livandon, trëndafilin dhe rozmarinën, që ndihmojnë shumë mirë edhe për trashjen, shëndetin e flokëve, edhe në rrojnë me ujnë e rozmarinës është ideale. E kemi thënë që sigurisht që këto kanë një efekt, sepse direkt ne na freskuan fytyrën. Por ka dhe një benefit dhe një feedback shumë të mirë, sepse këto dhe na i ushqejnë. Efekti është i ngadalt, si që kemi thënë gjithmonë. Por nëse është sistematik, është dhe me rezultat. Ka rezultate. Do t'i lëm një javë gati, 5-6 ditë kështu, pastaj do t'i ndrojmë ujin edhe bimët. Sigurisht edhe përdorim prapë. Edhe bëjmë prapë, na mori apo s'na mori 10 minuta kohë. Absolutisht, dhe më pak. Mirë.